Përshëndetje, sot do të përgatisim jufka me pul, dalin shumë të shijshme dhe janë tamam si në restorante. Si fillim, unë kam skuqur jufkat në një tepsi, i kam futur në furrë dhe thjesht i kam lënë për 5 minuta. Dhe më pas do t'ju shtroj tek kjo tava e xhamit. Unë i bëj gjithmonë tek kjo pasi dalin shumë të mira dhe nuk ngjeshen me njëra tjetrën. Më pas do të marrim mishin e pulës që e kemi zirë si fillim. Unë e kam zirë për 20 minuta dhe thjesht i kam hedhur krip disa lloje erëzash, por sekreti qëndron tek lëngu i mishit të pulës. Në lëngun që keni zirë pulën, duhet ja hidhni sipër jufkave, ja kështu siç po bëj unë. Gjithashtu tek lëngu kam shtuar pak erëza dhe piper të zi për t'i dhënë sa më shumë shije dhe jufkat janë gati për të futur në furrë. Faleminderit dhe nëse e provoni më shkruani.